Jetë kemi sërish së bashku dhe kam kënaqësinë që studion të ndaj me kardiologun, Dr. Besir Mortezani, me të cilin ne do flasim për sëmundjet më të shpeshta të zemrës. Përshëndetje doktor, dhe faleminderit që jeni pjesë e emisionit tonë sot në këtë epizod që besoj dhe shpresoj shumë që t'jap sa më shumë informacione të vlefshme drejt shikuesve tanë. Përshëndetje dhe ju faleminderit për ftesën. Është kënaqësia jonë. Doktor, më thoni pak në përgjithshmërinë tuaj, në punën të cilën ju e bëni çdo ditë, një punë mjaft e vështirë, mjaft me përgjegjësi të madhe, si çdo punë tjetër të cilën e ka çdo kush në sferën e mjekësisë. Cilat janë ato rastet më të shpeshta të cilat ju i hasni që lidhen me zemrën apo dhe me sistemin kardiovaskular? Ne si kardiolog, gjatë punës së përditshme në klinikën universitare të kardiologjisë, hasim më tepër me sëmundjet që i tangojnë pacientët nga sëmundjet kardiovaskulare, janë sëmundjet koronare dhe hipertensioni, që hasim me fluks më të madh të pacientëve që tangojnë nga këto patologji të zemrës. Pastaj janë të shoqëruara me komplikimet e sëmundjeve koronare dhe hipertensionit. Kemi edhe pacient që janë me sëmundjet nga pamjaftueshmëria apo insuficienca kardiake, aritmit e ndryshme dhe sëmundjet valvulare të zemrës. Ka kaq shumë dhe ne njohim kaq pak në kulturën tonë të përgjithshme. Ne njohim sikur problemet të cilat lidhen me zemrën gjithmonë vijnë nga dy arsye, ose shtypja e lartë e gjakut ose infarkti, kur në fakt ka kaq shumë apo jo? Po, në nivel global, këta janë sëmundjet të zemrës, sëmundjet kardiovaskulare, sëmundjet koronare, domethënë ata janë më tepër që paraqiten tek popullata dhe të shoqëruar me hipertension. Shkaktarët kryesor të këtyre sëmundjeve kemi duke filluar nga stili i jetesës, faktorët të rrezikut që shoqërohen nga kequshqyerja, pasiviteti, pirja e duhanit. Pastaj kemi të bëjmë edhe me faktorët gjenetik dhe këto faktorët e rrezikut domethënë kontribuojnë tek pacientët duke shfaqur sëmundjet koronare dhe hipertensioni, që mund të themi që janë numër 1 shkaktar të vdekjes apo mortalitetit në nivel global. Sa i përket hipertensionit, a mendoni se viteve të fundit janë ndërgjegjësuar njerëzit dhe e njohin më si çfarë është, dinë të bëjnë matjen e saktë, falet e aparaturave të cilat e tregojnë në mënyrën e saktë dhe e dinë deri diku se çfarë duhet të përdorin paraprakisht, jo vetëm në aspektin mjekësor, pra jo si terapi e dhënë nga mjeku, por edhe ky ndryshimi i stilit të jetesës dhe të gjitha gjërat të cilat dhe ju i përmendët. A mendoni se ka ndryshim viteve të fundit në krahasim me atë si ka qenë më përpara, qoftë edhe nga njohuria që kanë për hipertensionin, do doja të ndalesha specifikisht? Shtypja e lartë e gjakut, siç e njohin dhe shumë. Pacientët kontrollin e parë bëjnë tek mjeku ham dhe si ekzaminim i parë tek pacientët është matja e shtypjes së gjakut, që tash pacientët janë të vëdisuar nga mënyra e transmetimit të njohurive rreth shëndetit dhe rreth shtypjes së gjakut, deri tani ka qenë si një vrasës i heshtur hipertensioni, shkaku se të shumica e pacientëve, gjithsesi tek mosha e shtyr, nuk japin shenja klinike, të cilët mund të shpijejnë deri tek kontrollat te mjeku. Mirë po tek sëmundje të cilët kanë sëmundje kronike, mund të jetë edhe një faktor rreziku që mund të përkeqësojë edhe gjendjen e patologjisë. Mirë po, hipertensionin tek mosha e re shpesh shfaqet me kokëdhimbje, të cilët shpesh e menjanojnë këtë kokëdhimbje të cilat ka të bëjnë me hipertensionin, mund të përdorin analgjetik të ndryshëm ose të mbidozohen me analgjetik, gjë që nuk mund të shpijojë deri në përmirësimin e simptomatologjisë. Mënyra e edukimit të pacientëve tash kemi në mënyrë digjitale, sociale, që tregon edhe për shenja klinike dhe shumë pacient paraqiten në kontroll që ende pa filluar ekzaminimi ata vetëm se tregojnë se mund të ketë shtypje të rritur të gjakut.
pra janë të vetëdijshëm për atë se çfarë kanë, nga çfarë vuajnë në ato momente. Se përket dhimbjes së kokës, ka disa metoda për të dalluar nëse vjen nga dhimbja nga tensioni i lartë apo tensioni i poshtëm. A janë të vërteta ato? Për shembull, nëse është dhimbja prapa kokës në zonën oksipitale, thuhet se është nga tensioni i poshtëm. Nëse është në pjesën përpara, në pjesën frontale, thuhet se është nga tensioni i lartë. A mund ta bëjmë ndonjë dallim të tillë ose më mirë është kur na dhem koka të drejtohemi tek mjekët, qoftë tek mjeku familjar apo tek specialistët, duke mos i maskuar këto simptoma? Zakonisht ne gjatë kontrollit kemi edhe këshillat tona për pacientët që për çfarëdo lloj simptomatologjie të drejtohen tek mjeku. Sepse kjo është një dhe e vetme, domethënë kështu. Sepse tash janë edhe shkenca dhe teknologjia ka përparuar që pacientët komunikojnë edhe përmes rrjeteve sociale, kërkojnë ndihmë, mirë po çfarëdo lloj simptomatologjie që shfaqet apo tip i llojit të kokëdhimbjes duhet drejtohen tek mjeku. Që nuk mund të trajtojnë sepse shpesh praktikojnë që kur kanë tension të ulët të gjakut të marrin lëngje të tepërta, të marrin gjëra të gjelbta që të rritin tensionin duke menduar se ka një hipotension. Mirë po patjetër duhet të kemi matje apo ekzaminim tek mjeku am që është kontakti i parë i pacientit. Dhe tani edhe shikuesi mund të thonë po lidhje ka kokëdhimbja me zemrën, por në fakt janë të gjitha të lidhura. Ne dimë se organi kryesor është zemra. Motori i trupit. Motori i trupit i cili pompon gjakun, qarkullon në çdo enë, në çdo qelizë dhe simptomatologjia e parë zakonisht bëhet ekzaminimet kardiologjike tek pacientët me kokëdhimbje apo për ndonjë lloj simptomatologjie tjetër. Ka shpesh raste kur këto simptoma injorohen dhe nuk marrin ato trajtimin e duhur dhe pastaj vijnë deri tek sëmundjet. Një sëmundje e shpeshtë të cilën ne e dëgjojmë dhe është bërë shumë aktuale fatkeqësisht, qoftë edhe në mosha më të reja, është edhe infarkti i miokardit. Çfarë mund na thoni më tepër për këtë gjendje? E cekam në fillim se sëmundjet më të shpeshta kemi me sëmundjet koronare. Sëmundjet koronare është dëmtimi i arterjeve apo lezionet e enave të gjakut që vjen si pasojë nga pllakat aterosklerotike, yndyrnat e rritura, duhanpirja, mos aktiviteti fizik. Këto shkaktojnë një lezion të endotelit të enave të gjakut, i cila me mbylljen e plot apo okluzioni plot i arterjes shfaqet infarkti i miokardit. Infarkti i miokardit është një ndër patologjitë më të shpeshta në kohën e sotme, të cilët shfaqen me shtrëngim në gjoks, e cila paraqitet me iridacion nga krahu i majt, nofulla e poshtme dhe duke u shoqëruar me një ngulfatje, frymëmarrje të vështirësuar dhe djersitje të tepruar. Doktor, do doja të ndalesha pak te kjo e para të cilën ju e përmendët. Shtrëngimi në gjoks, gjithmonë e dëgjojmë se është gjithmonë shenja e parë e infarktit, por a është një shenjë që paraqitet vetëm atë ditë ose atë javë kur ne do kemi një sulm, apo është një simptom e cila na paraqitet kohë pas kohe me intensitet më të ulët, duke u rritur vazhdimisht derisa vjen puna për të pasur veç më një infarkt. Si është ky relacion? A duhet që të drejtohemi ne tek mjeku nëse kemi një shtrëngim të lehtë, për shembull? Çdo shtrëngim që zgjat më tepër se 20 minuta dhe nuk qetësohet me analgjetik, domethënë kemi të bëjmë me sëmundjet të zemrës apo gjithsesi sëmundjet koronare. Shkaku se sëmundjet e perikardit, sëmundjet e muskulit të zemrës apo infeksionet e muskulit të zemrës, ato janë disa dhimbje, jo shtrëngim klasik i gjoksit, ata janë dhimbje të gjoksit që mund të zgjasin edhe me ditë apo me javë. Mirë po, shtrëngimi i gjoksit, domethënë dhimbje intenzive, anginoze e gjoksit që zgjat më tepër se 20 minuta dhe nuk qetësohet me analgjetik, atëherë kemi të bëjmë me sëmundje koronare. A ka ndonjë simptom tjetër të cilën duhet që ta kemi patjetër parasysh? Thash edhe më herët se nëse shtrëngimi i gjoksit shfaqet me iridacion ka krahu i majt, nofulla e poshtme dhe qafës pjesërisht, atëherë duhet të kemi njohuri që kemi të bëjmë me sëmundjen koronare apo infarktin
e miokardit. Kështu që në asnjë mënyrë nuk duhet që të neglizhohet një gjendje e tillë. Çdo shtrëngim gjoksi duhet të definohet dhe të evitohet me analizat kardiologjike që nuk kemi të bëjmë me sëmundjet koronare, sepse shpesh hasemi me pacient që vinë gjatë kujdestarisë në ambulantat urgjente që shfaqen me shtrëngime në gjoks, që e përshkruajnë që ka zgjat me ditë apo me javë, dhe ne patjetër bëjmë ekzaminimet tona kardiologjike që të verifikojmë kemi të bëjmë me sëmundje koronare apo mund të jetë vetëm një sëmundje muskulospazmike. A ka dallim tek pacientët kur flasin për infarktin në gjini ose në moshë? Infarkti i prek te dy gjinit, mirë po tek meshkujt i prek edhe më herët, ndërsa femrat janë më tepër të rrezikuara dhe të pambrojtura pas menopauzës, ndërsa mund të themi raporti mund të jetë i barabartë. Shkaku mirë po vetëm se dallimi është se meshkujt preken shumë më herët se gjinia femrore. A vlen ky rregull në thojza ta quajmë vetëm për infarktin e miokardit ose është edhe për sëmundjet të tjera të zemrës? Duke përfshi gjithë patologjitë e sëmundjeve të zemrës, meshkujt janë më të predispozuar shkaku se femrat kanë mbrojtje hormonale deri në menopauzë dhe sistemi metabolik në organizmin tek meshkujt është më i shpejt dhe shumë më shpejt mund të shfaqen sëmundje të zemrës që shoqërohen me komplikime të ndryshme që mund të jenë edhe fatale. Doktor, një term tjetër të cilin e dëgjojmë kur bëhet fjalë për sëmundjet e zemrës është edhe insuficienca kardiake. Çfarë është? Insuficienca kardiake, apo mund të themi pamjaftueshmëria e zemrës, më e kapshme është dobësimi i muskulit të zemrës, shfaqet pas çdo sëmundje koronare, gjithsesi infarkti i miokardit, mund të ketë komplikime, të kemi dëmtim të muskulit të zemrës, e cila mund të krijojë një pamjaftueshmëri të pompimit të gjakut në organizëm. Kështu që është faktikisht pasojë e një sëmundje të cilën mund ta ketë komplikim që mund të jetë pas sëmundjes koronare, hipertensionit arterial apo shtypjes së gjakut e cila nuk ka qenë rregulluar me terapi dhe mund të shfaqet deri në dobësim të muskulit të zemrës. Po, sëmundjet e valvulave të zemrës dhe i dim se ka mitrale dhe trikuspidale dhe i dim se sa të rëndësishme janë ato për funksionimin normal të zemrës. Çfarë ndodh në qoftë se ata kanë ndonjë gjendje patologjike, nuk janë në më të mirën e tyre? Aparati valvular, ne e quajmë aparati valvular, domethënë është pjesë anatomisë së zemrës, e cila ka për funksion koordinimin, hapjen edhe mbylljen, domethënë që gjaku arterial të pompohet në organizëm dhe gjaku venos të kthehet në zemër, që të ndodh pastaj të oksigjenohet në mushkëri. Zakonisht sëmundjet valvulare mund të kemi të lindura, e cilat mund të jenë si anomali kongenitale të lindura, defekte në morfologjinë e valvulës dhe ato të fituara që vinë pas infarktit miokardit, pas infeksioneve të ndryshme, pas sëmundjes reumatizmale, bakterie të ndryshme mund të shpihen deri në deformimin e morfologjisë të valvulës, e cila mund të krijojë ndryshim hemodinamik dhe të shkaktojë insuficiencë mitrale, insuficiencë aortale në varet se cila valvulë kemi ndryshim të morfologjisë, atëherë mund të kemi përshkallëzim edhe të gjendjes funksionale. Një aspekt tjetër të cilin dhe ju e përmendët që në fillim është dhe aritmia. Tani, aritmia e dim se është puna e çrregullt e zemrës, pra nuk është as e shpeshtë, siç është takikardia, të cilën do doja edhe që ta sqaronim, as bradikardi, por është aritmi, kur nuk e din vetë zemra se nuk mund ta ndaj mendjen se si do funksionojë. Sa të shpeshta janë rastet me aritmi? Dhe a ndodhin edhe tek moshat e reja ose është një sëmundje që prek të moshës, le të themi 40 e sipër, për shembull? Aritmit, kemi aritmi të ndryshme të zemrës. Aritmit shfaqen kur parabarkushet apo atriumet punojnë në mënyrë kaotike jo të rregullt dhe impulset përçohen në mënyrë jo të rregullt. Dhe kemi varësisht tipit të aritmisë, në bazë të ekzaminimeve kardiologjike ne e caktojmë tipin e aritmive dhe merr trajtimin e duhur. Mirë po këtu ndikojnë shumë faktorë,
edhe aritmit janë si komplikim e ceka më herët se sëmundja më e shpeshtë është infarkti akut i miokardit. Patologji tjera që mund të dëmrojnë do të jetë si një shkaktar apo komplikim i infarktit miokardit. Kështu që lidhe në një farë mënyre me ato patjetër. Po dhe mund të jetë për shembull tek gratë më tepër shfaqet tek çrregullimi hormonal të tiroidës, sepse hormonet e tiroidës ndikojnë në funksionimin dhe punën e ritmit të zemrës dhe përqimin e impulseve. Zakonisht varet se cili tip i aritmive është, ne i detektojmë dhe kanë trajtimin e specifik për çdo lloj aritmie. Cilat janë disa lloje, nëse mund ta tregoni, dhe si trajtohen specifikisht? Më tepër që hasemi në praktikën e përgjithshme kemi të bëjmë me fibrilacionin atrial, i cili është një lëvizje kaotike apo puna kaotike e atriumit, të majt me çka atinodhet edhe njët të cilët prodhojnë impulse. Kemi impuls jo të rregullt. Shkaku që këta tipe të aritmive mund të shkaktojnë pikse të gjakut, formimin e trombit dhe trombi që të sulmon në tru, në zemër apo në mushkri. Dhe trajtimi i këtyre pacientëve fillon nga elektrokardiograma, eho e zemrës që të detektojmë pamjaftueshmërinë e zemrës apo defekte tjera të zemrës, ndërsa trajtimi nëse këta pacient nuk konvertohen në ritëm normal, atëherë këto duhet patjetër të antikoagulohen dhe këtu fusim në pas të skoreve tona kardiologjike, vendosen në terapinë antikoagulante. Si bëhet kjo terapi? Na sqaroni pak, sepse gjithmonë kur ka terme të cilat nuk janë shumë të njohura për publikun, fillon edhe më tepër ajo frika. Thonë, më mirë të kujdesen, të mos kem ndonjë problem se ja do marr këtë terapi të cilën nuk e mora vesh se çfarë është. Zakonisht ne përdorim qatë vaskor, domethënë rreziqet e pacientit dhe sëmundjet e kaluara, bëhet një kalkulim dhe kemi një vlerë e cila tregon sepse pacienti është i indicuar që ta merr këtë terapi apo jo. Terapia antikoagulante ne shpesh u themi pacientëve që është terapi për hollimin e gjakut, që të parandalojmë formimin e trombit dhe i cili mund të shkaktojë komplikime të ndryshme. Varësisht nga faktorët, nga gjendja e përgjithshme e pacientit, funksionimi i veshkave, kalkulojmë dhe vendosim për cilin tip të antikoagulante do të merr pacienti. A është marrja antikoagulantëve si një masë preventive tek aritmit dhe jo vetëm? Çdo aritmi me fibrilacion atrial, nëse nuk ka rrezik nga gjakderdhjet, të gjitha pacientët janë të domosdoshëm të pranojnë këtë terapi e cila bën parandalimin e formimit të trombit. Dhe me parandalimin e formimit të trombit, atëherë ne kemi parandaluar tromboembolit e ndryshme, o pulmonare apo venoze, insultet cerebrale dhe sulmet në zemër. Kur thoni sulmet cerebrale, keni fjalën këtu se që ta sqarojmë dhe për publikun se zemra lidhesh ka edhe me trurin. Çdo organ në organizëm furnizohet përmes arterieve me gjak e cila pompohet nga zemra. Kështu që domosdoshmërisht çdo tromb mund të shëtisë në organizëm dhe mund të shkaktojë sulm apo insult në arteriet më të dobësuara dhe më të vogla. Dhe më vjen mirë që e sqaruam këtë sepse ne mendojmë gjithmonë se në qoftë se ka pasoja është për shembull në mushkëri, mendojmë se nuk ka lidhje me zemrën, ose në qoftë se pasoja është në tru, mendojmë se mund të jetë diçka që lidhet me sistemin tonë neurologjik, kur në fakt ka qenë sistemi kardiovaskular që e ka sjell këtë pasojë. Diçka që mendoj se duhet që ta sqaronim dhe për publikun. Përmenda pak më herët tahikardi dhe bradikardi. Janë në rast, a vinë në spital shpesh raste me tahikardi, me bradikardi që ndoshta edhe nuk dinë se çfarë të bëjnë, nuk e dinë a është normale, nuk dinë si ta normalizojnë pacient? Rrahjet normale të zemrës janë 60 deri në 80 rrahje në minutë. Mbi 80 rrahje në minutë dhe ndër 60 rrahje në minutë kemi të bëjmë me çrregullim të ritmit. Mbi 80 rrahje mund të quajmë tahikardi dhe në 60 rrahje mund të quajmë bradikardi. Tahikardit janë më të shpeshta tek pacientët të moshës së re, të cilët faktorët janë të njëjtë dhe mirëpo
edhe tahikardi duhet të kenë ekzaminimin e duhur që të përcaktohet cili lloj tip i tahikardisë është, sepse secila ka trajtimin specifik të tyre. Mirë po bradikardit shpesh shkaktohen tek mosha e shtyr, nga pamjaftueshmëria e zemrës, për si shkaktar sëmundjet e kaluara më herët, komorbiditetet që kanë pacientët dhe pacientët që të janë mbidozuar me terapin beta blocker. Ata mund të blokojnë kanalet dhe mund të shkaktojnë një bradikardi, që shpesh këta pacient përfundojnë edhe me assist device apo me pacemaker. Përpara se të kalojmë tek trajtimi, do doja të ndalesha pak te shkaqet, sepse duhet ta bërtasim shumë shpesh këtë që ka disa shprehit të tona të përditshme të cilat sjellin deri tek këto probleme të zemrës. Një prej tyre është duhani. Gjithmonë në çdo sëmundje, në çdo sëmundje të zemrës, gjithmonë pyetjet pacienti a konsumon duhan, dhe pyetja tjetër a je person që stresohesh. Sa ndikim kanë këto të dyja tek sëmundjet koronare, meqense stilin e jetesës e përmendëm që në fillim që ndikon shumë dhe për të cilin duhet të kemi kujdes. Nga vesat e këqija, pacientët kanë edhe që mund të bëj pjesë në stilin e jetës është edhe duhan pirja, me çka në mbarë botën kemi kampanja të ndryshme që financohen, që tregojnë për dëmet që shkakton duhani. Sepse ata janë të bazuara në ulëmtimet e shumta shkencore, të metaanalizave të mëdha që bëhen në përqendra të ndryshme, si një faktor rreziku që mund të rëndon patologjin tek sëmundjet kardiovaskulare, është edhe duhan pirja dhe stresi. Stresi, duke e ditë se stresi shkakton një tahikardi, ngushtim të eneve të gjakut, dhe ato mund të jenë si faktor që mund të rëndojnë patologjin. Dhe këto dy faktor rreziku ndikojnë në gjendjen e përgjithshme tek pacientët me sëmundje kardiovaskulare. Kështu që duhet kujdes të gjithë shikuesit që janë duke na ndjekur. Jo, ne gjithë pacientëve u themi që të mos pinë duhan. Ato kanë edhe ankesat e tyre, shkaku se thot çdo mjek kanë si pengesë duhanin, mirë po ne nuk jemi bazuar në duhan pirjen, po tregova që ka shumë zbulime shkencore që është një faktor kryesor. Nuk është se e thoni kështu, vetëm kot, hajta themi. Përmendet pak më herët pacemaker. Fatmirësisht, ne sot kemi metoda mjaft të sofistikuara për të trajtuar sëmundjet të cilat lidhen me zemrën. Si ndikon kjo në trajtimin dhe cilat janë ato trajtimet më të shpeshta të cilat bëhen për shembull tek infarkti miokardit apo edhe tek sëmundjet e tjera të cilat i përmendëm deri më tani? Çdo vit që vjen, domethënë evolojnë, kemi evoluimin e trajtimeve mjekësore me metoda të avancuara, kur të themi më herët që një infarkt i akut miokardit është shëruar për 21 ditë apo 3 javë, tash shërohet nëse është në gjendje stabile pacienti përmes metodës koronografisë që trajtohet në mënyrën akute, posa ta detektojmë pacientin në periudhë shumë të shkurtër, pacientët kryet koronografia, e cila është një metodë invazive që edhe intervenohet në mënyrë perkutane përmes arterjes radiale apo të dorës apo arterjes femorale të këmbës, me çka futet me kateter në arteriet koronare dhe përmes kontrastit me angiograf vërehet edhe pjesa e arterjes së okluduar dhe në atë rrugë në mënyrë perkutane kryet dhe intervenimi, bëhet balonizimi i arterjes ku kemi nevojë vendohet edhe stent. Në këtë metodë kemi zgjidhjen e problemit të infarktit të miokardit, që tek pacientët të cilët shfaqen me bradikardi, me blok të zemrës total, atëherë të ata është indicuar edhe aparatet pacemaker që vendohen në lëkurë, të cilët japin pacing në vend të njëve të zemrës që përçojnë impulse. Tash kemi aparatet të sofistikuara të cilët kryejnë zgjidhjen dhe trajtimin e përhershëm të sëmundjeve kardiovaskulare. Dhe lumë ne, shpresojmë që të mos kemi nevojë, por edhe në qoftë se kemi, zgjidhje ka.
në qoftë se ka bëhet në kohë? Në klinikën e kardiologjisë, për në qendrës universitare në Tereza, gjitha metodat e avancuara që kryen në Europë apo në botë, kryen edhe tek ne, kështu që pacientët të mos merakosën në trajtimin, po ata të marrin masat parandaluese që mos të vinë deri tek intervenimet e tilla. Dhe ne kemi dhe disa persona të cilët kanë qenë të interesuar rreth sëmundjeve të ndryshme të cilat lidhen me zemrën. Kemi tashmë, siç e dinë dhe shikuesit tanë, ne në rrjetet tona sociale kemi dhe një rubrikë, e kemi quajtur kështu, pyet mjekun, dhe ne gjithmonë për temat të cilat i flasim, pyesin dhe ata të cilët janë kurioz, shikuesit, lexuesit e redaksis tonë. Kështu që disa pyetje që kanë ardhur drejt redaksis tonë, përveç atyre të cilat edhe i folëm, sepse disa për shembull për simptomat apo stresin kanë pyetur, por sapo i folëm. Dikush pyet, sa shpesh rekomandohet të bëjmë kontrole të zemrës dhe kur nuk kemi simptoma? Si do i përgjigjesh? Në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ligji për shërbim shëndetësor, gjithë pacientët të cilët mbi moshën 35 vjet, ata duhet që në çdo 6 muaj të kryejnë minimal një laborator të gjakut dhe një elektrokardiogram të zemrës. Këta janë analizat e para që duhet i bëjë çdo 6 muaj mbi moshës 35 vjet. Gjë që ndikon dhe ndihmon për zbulimin e sëmundjeve të hershme tek pacientët që janë mbi moshën 35 vjeçare. Dikush tjetër thot, a është e trashëgueshme sëmundja e zemrës dhe si mund të parandalohet? Faktorin gjenetik ndikon jo vetëm në sëmundjet e zemrës. Në gjitha patologjitë kemi faktor gjenetik të cilin nuk mund ta parandalojmë, por mund ta ndihmojmë duke evitu faktor të rrezikut dhe stilin e jetesës. Rikthehemi sërish te stili i jetesës. Çfarë aktivitetesh fizike, me qëra fjalët tek stili i jetesës, çfarë aktivitetesh fizike janë të sigurta për një pacient që ka kaluar infarkt? Pas çdo infarkti dhe trajtimit të infarktit, pacientëve ne u këshillojmë si kardiolog që pas intervenimit ata të pushojnë, mirë po të kenë ecje në pozicion të rrafsht, deri në atë moment që organizmi lodhet. Momentin që lodhet, duhet të pushojnë nga ecja apo aktiviteti fizik, sepse nuk duhet të mbigarkohen që të shkaktojnë dobësim të muskulit të zemrës. Dhe pyetja e fundit, a mund të kthehet zemra në gjendje normale pas një sulmi nëse ndiqet trajtimi si duhet? Çdo infarkt i miokardit, nëse kryhet brenda 1 deri në 2 orë, zakonisht nuk shfaqen komplikime të mëdha. Çdo trajtim i hershëm kemi komplikime më minimale, ndërsa pacientët të cilët vetëm se kanë kaluar infarkt dhe shfaqen tek mjeku pas 2, 3 apo 3 ditëve, te ata komplikimin e parë e presim të jetë pamjaftueshmëria e zemrës. Kështu që këshilla besoj se do jetë që kontrole që në simptomin e parë, sado jo serioz në thojza t'ju duket pacientëve, apo jo? Çdo simptom, çdo shenjë klinike e cila asocion me sëmundjet kardiovaskulare, pacientët të paraqitet tek mjeku. Në Republikën e Maqedonisë së Veriut kemi sistemi shëndetësor është i organizuar shumë mirë, sepse kemi shërbim primar, shërbim sekundar dhe shërbim terciar në qendrën klinike universitare. Kështu që çdo shenjë klinike që shfaqet tek pacientët të paraqiten tek mjeku. Dhe mjeku i drejton për ekzaminimet dhe trajtimin e duhur të mëtutjeshëm. Doktor, ne ju falenderojmë shumë për këtë këshill përfundimtare dhe për të gjitha informacionet të cilat i ndat sot me ne. Unë e di se ju keni ardhur nga një orar kujdestarie dhe ju falenderoj shumë që ndat kohë dhe për ne dhe për të gjithë shikuesit tanë për të folur për këtë temë e cila është shumë e gjerë dhe nuk na mjafton një episod i një emisioni televiziv për ta përmbledhur, por besoj se gjërat kryesore mendoj se i tham. Gjithsesi, besoj se për të gjitha pyetjet e tjera mund të drejtohen deri tek ju dhe tek të gjithë kardiologët e tjerë. Ju falenderit për ftesën dhe në çdo kohë do të jemi në shërbim të pacientëve dhe në për emisionet televizive që të janë informacionet të dobishme për shikuesit. Faleminderit shumë, ishte kënaqësi.